Ju përshëndes nga studio e jonë, si çdo ditë, duke ju uruar një javë të mbarë dhe një ditë gjithashtu. Sot unë në studio jam së bashku me zonjën Josefina Delia, specialiste e lartë e operatorit të shërbimeve dhe të kujdesit shëndetësor. Mirëmëngjes, Josefin, mirë se ke ardhur. Faleminderit. Pash jetën tënde, emër të jetës ndërgjegjëso. Është thirrja që pikërisht operatori i shërbimeve të kujdesit shëndetësor ka shpërndar në këtë muaj sensibilizues në luftën kundër kancerit të gjirit. Natyrisht është një thirrje gjithëpërfshirëse, një luftë që bëhet përgjatë gjithë vitit, por ky është muaji i ndërgjegjësimit, gjë që e bën këtë luftë akoma më intensive. Realisht është një thirrje që vjen prej mend prej shpirtit, e gjithmonë në emën të jetës. Operatori i shërbimit të kujdesit shëndetësor gjatë gjithë muajit, për çdo vit, në këtë muaj mundohet marrë me një ide ndryshe, me një ide gjithëpërfshirëse, që me prek direkt në zemrat e njerëzve, direkt në zemrat e atyre grave që të ndërgjegjësohen, që të shkojnë të bëjnë atë mamografinë, sepse si të vetme në mënyrë për me e kap këtë sëmundje, ka që të pabes për mënyrën se si shfaqet. Është një sëmundje që vjen pa uni, pa ndonjë shenjë shumë dalluese, dhe shenjat bëhen për fatkeq dalluese në momentin që ajo ka përparësimin dhe që avon. Për këtë arsye është mamografia, që ne ta kapim pa këngë të shenja, arrim me dallu këto shenja krejt në fazën krejt fillestare, në stadin e parë ose të dytë, që edhe ndërhymja është më e suksesshme, më së mendën. Natyrisht është një thirrje që pash jetën tënde. Po zgjon më shtrejt. Më shtrejt. Është një thirrje, është një lutje, është një ndërgjegjësim, është një vështrim si një formë përgjërimit, sepse kjo ka ardhur për arsye se për çdo vit ashtrit numri i grave që bajnë mamografinë, janë ndërgjegjësu. Dhe për këtë ne kena ardhur në këtë pikën e përgjërimit tashmë, domethënë ju lutem zonja, gjeni pak kohë tek jeta juaj, tek momentet tuaja që të shkoni të bëni atë mamografi, për shtrajtit tuaj, se sa të rëndësishme jeni ju për familjen tuaj. Domethënë, gratë shqiptare të kenë shumë nëna sakrifikuese deri në vetë muhim, e lajmë gjithmonë veten masdore, sepse unë kam kohë për gjithçka, unë kam kohë, ndërkohë i dedikojmë gjithmonë familjes, edhe nuk gjejnë kur një kohë të përshtatshme për veten. Por këtë kena thënë që jena ne bijat që lutena, ulina në zhujnë para tyne, për me ju tregu atyne se sa të rëndësishme jeni, edhe i thonë pash jetën tuaj, ndërgjegjësoni bani atë mamografi. Në fakt, dua të ndalem në këtë vit, i cili ka karakteristikat e veta në të gjithë jetën e njerëzve. Diçka ka ndryshuar, është bërë pak më ndryshe, po gjithsesi jeta vazhdon me intensitetin e saj. Si po përqafohet në këtë vit kjo thirrje? Sepse unë, nëse i drejtohem një viti më parë, jam dëshmitare një interesimi shumë të madh të grave, kam qenë dëshmitare në ambulancën e qytetit, ku rrallët për të bërë një kontroll të tillë ishin të mëdha, me emra, me lista që pritnin njëra pas tjetrës. Si po përqafohet? Si vjet, ne vim në një periudhë mjaft problematike, jemi në kohë pandemie dhe as diskutohet që ajo ka pjesë libru çdo aspekt të jetës njerëzit, dhe as diskutohet që ka ndiku edhe në këtë pjesë. Para disa ditësh, një javë vendore në Shkodër, pati një kujdes shëndetësor në Shkodër, pati një aktivitet në poliklinikën e qytetit, dhe pikërisht ishte kjo gjë që u vure jo mos përfiti, nuk mund ta them kështu, por nga që njerëzit tashmë janë të përqendruar Covid, sikur lajnë masdoret këto aspekte tjera të jetës, një sëmundje shekullore që siç është kanceri i gjirit, që ndoshta Covid, pandemia ka më zhduk në pak vite, ndërsa kjo ka mëna kanceri i gjirit ka me kanë për fatkeq pjesë e jetës. Domethënë, njerëzit kishin një mos
si ta them, vajzat shkonin me fletpalosje nga pas të ju lut, ndalun një lut e merr një informacion, ndoshta friga, ndoshta nuk e di, ka me ku shumë. Në fakt për të bërë një mamografi ekzistojnë pikërisht këto rregulla, këto distanca, këto orare të distancuara. Po, as diskutohet, janë të gjitha në fillim të muajit ka ardhur protokolli nga Ministria, i cili shpërndahet nga operatori qendror i Tiranës, i kalohet operatorit dhe janë të gjitha masat e sigurisë që duhen njekur orarët e përshtatshme që gratë mos kenë mbi popullim të bërjes së mamografisë, por kjo nuk do të thotë që mos për këtë arsye të mos bëhen, sepse janë të tëra orarët. Dhe është falas. Po as diskutohet që është falas. Është falas në këtë muaj apo edhe gjatë gjithë kjo është një diçka që gjithmonë e thojmë dhe gjithmonë e përsërisim. Është gjithmonë falas. Mjafton me shku tek mjeku i familjes. Domethënë, lidhja kryesore për të bërë mamografinë është mjeku i familjes edhe pacienti. Mjafton të shkojmë tek mjeku i familjes, të marrim një rekomandim dhe me këtë rekomandim ne të shkojmë më një herë të drejtojmë ose te spitali që është mamografia ose te poliklinika edhe përfitojmë falas. S'është nevoja më. Por e rëndësishme, siç thatë ju Jozefin në fillim, çdo vit merr, si thua, kahe të veçanta për ndërgjegjësimin. Si vjet është një nisëm shumë interesante që prek shpirtin artistik të grave. Të gjitha kanë një shpirt të bukur e të ndjeshëm artisti. Për ndryshe nuk do të mund të bëni një arkitekturë të mrekullueshme të jetës së tyre në marrëdhënie me të gjithë njerëzit e me jetën. Për këtë arsye ne jemi mundu dhe kemi ra shumë idejna që ç'a të bëjmë diçka ndryshe, në mënyrë që të prekum direkt në zemër edhe pavarësisht për situatën që është, që prap të nxisim vëmendjen e njerëzve. Dhe na lind një ideja që të bëjmë një thirrje arti vesh mantelin roz. Gjithmonë tek artistat shkodran unë është me gjetë për kraje, sepse janë njerëz të mrekullueshëm. Edhe Shkodra gjithmonë nifet për artin, për kulturën, edhe pikërisht unë gjeta këtë pikë të fuqishme të qytetit tonë, pikë takimit për me bë këtë aktivitet. Unë du të falenderoj shumë qendrën rinore Arka, sepse sapo diskutonim mbi idenë ishte me njëherë pro kësaj ideje dhe shumë shtetëse, shumë faleminderit. I përshëndesim të gjithë aktivistët e kësaj qendre, ndoshta zonja në Arta, e cila gjithmonë është ndërhapur për të tilla aktivitete. Dhe bajnë aktivitete mjaft cilësore. Pra, edhe pra ideja është kjo që të gjithë artistët, ne sot në 11 sahati, tek qendra rinore Arka kemi një takim me artist, kush e njeh vetin artist në shpirt, por edhe artisti mirëfillt, ne e presim aty që të diskutojmë rreth kësaj nisme, rreth kësaj ideje se ç'a konsiston dhe për ç'a është. Secili artist duhet të sjellin një krijimtari të tij. Në qoftë se një artist që është poet, shkruan poezi, do të dedikojnë një poezi kësaj nisme, në emën të jetës, pra një poezi për jetën, një poezi se si janë një artist në ardhmë, një poet me këtë temë. Një piktor mund të bëjë një pikturë. Dikush tjetër që bën diçka tjetër që thurr mund të bëjë diçka të thurrën, ndoshta një fjongu të thurrën. Pra ka shumë gjëra që mund të përfshihen në këtë aktivitet. Do të jetë një tip galeriet, ekspozitet në datën 27 tetor në orën 11:30, edhe kjo ekspozitë ka me kanë hapun që gra kanë marrë me pa, kanë marrë me marrë informacion, ndërkohë të gjithë këto artistët që do të jenë në këtë eveniment do të japin një mesazh në media për jetën, sepse ne artistat i ndim shumë, e dojmë shumë atë ç'a vjen prej goja e artistave. Kështu që ata do ta thonë të tanë mesazhin e tyre për komunitetin, për gratë e Shkodrës. Pastaj, të gjithë këta punime të cilat do të durohen nga artistët, do të jenë të ekspozume në panajirën e shëndetit me datë 29, i cili do mbahet në qendër në Shirok. Dhe këto punime do t'i dhurohen grave gjithmonë në emën të jetës, duke i ftuar me një
diçka të bukur, zonjën po t'jap këtë dhuratë, e ti m'jep mua një dhuratë, shko ban mamografinë. Është shumë Sepse dashuri. kjo është puna jonë. Është dashuri në radhë parë. Po. Është dashuri për jetën, po për njerëzit konkret, për fytyrat që vinë nga larg, që afrohen, që t'i japin një shikim, një mbështetje, që ata përsëri rrezatojnë tek të tjerët. Dhe unë mendoj që kjo nisëm është shumë interesante sepse arti në shpirt mund ta kenë jo vetëm artistët e certifikuar si artist, por edhe të tjerë që kanë ndjesi të bukura shpirti, që prodhojnë gjëra do të quaja shpirtërore më shumë se materiale. Po, është e vërtet. Unë në këtë aktivitet përveç se si specialiste operatorit vije edhe si me atë pjesën teme të krijimit. Pikërisht, këtu doja të ngacmoja Jozefin sepse është një zonë Creativity Jozefina, e cila ka shumë të shka në botën e saj të bukur. Vetë ju jeni krijuese, artiste në shpirt. Keni dhënë mesazhin tuaj, keni menduar? Mesazhi jam për këtë eveniment është që kur vuajmë arti vesh mantelin roz, mendova që në të gjithë pikturat e piktorave të famshëm botnor, por dhe jo vetëm, sepse ne kena edhe një piktor të famshëm, Kolidromeno, me motrën tone, që është një ndër pikturat që kanë në qendër figurën e gruas, do të thonë. Që kanë në qendër figurën e gruas. Dhe vendosa që këto pikturat i sjell të gjitha në ngjyrën roz. Në mënyrë që të tërheqim vëmendjen, por në mënyrë që të tregojmë që unë nga që punoj me këto shishet e reciklume, ideja është në qovë se ti jep dashni, jep përkujdesje, edhe diçka që duket se kur po maron, po fiket, po marr fund, mjafton ti jepsh përkujdesje, ti jep shkohen e duhun, merr jetë edhe bëhet e bukur. Unë me këtë kam dashur të marr mesazhin që ato gra që i nënshtrohen kemioterapisë, humbasin flokët, humbasin gjinin, ndoshta e ndin veten të pa bukura, nin sikur e hupne femininitetin e tyne, por nuk është as pak e vërtet, por kundrazi, ata janë heroina, edhe janë një dimension tjetër i të bukurës, janë vërtet bukurës. Vërtet prek në ndjesi, thirrja, vepra, dashuria që shpërndan. Natyrisht unë dua t'i drejtohem këtij objekti kaq të këndshëm, siç është kjo shishe me këtë mesazh. Po. Kjo është ajo që unë sapo thash, kjo është motra tone, e cila është vesh në pink, në bujroz, edhe kjo do t'i dhurohet një gruas. E ndërkohë që i dhurohet, do t'i thojmë, zoje dashur, ti je shumë e rëndësishme për tanë shoqërinë, po mbi tana për familjen tane. Kështu që të lutem, bën mamografinë, sepse është e vetmja mënyrë për me e kapur që në kohë me pas përparësi. Jozefin është një thirrje shumë afër shpirtit. Ndërkohë që treguesit e kësaj lufte të vazhdueshme janë kokfort. Janë kokfort në shpëtimin e jetëve, po janë kokfort edhe në humbjen e saj. Çfarë ecurie kanë pasur pikrish këto muaj ndërgjegjësimi ose kjo luftë e vazhdueshme ndërgjegjësuese në komunitetin e grave për rreth nesh? Po, atëherë ky aktivitet, domethënë, bëhet në operatori kanë në administrimin e tij 9 njësi venore, që janë Shkodra, Puka, Malësia Male, Tropoja, Mirdita, Kurbini, Lezhë, Hasi, uroj të kem thënë të tanë, të cilët janë të angazhuar në rrethet e tyre që të bëjnë aktivitete ndërgjegjësuese në mënyrë që të kenë një numër sa më të madh grave të cilat i nënshtrohen mamografisë. Gjithashtu është mamografia e lëvizshme, e cila shkon në çdo qytet dhe gratë kanë mundësi pra të bëjnë mamografinë. Nuk du të flas me shifra, për arsye sepse akoma nuk ka bërë një mbledhje e saktë, sepse jena shumë herët, dhe të jap diçka të pap llogaritur mirë, por deri më tani janë shumë gra që janë përgjigj kësaj nisme dhe që po bajnë mamografinë. Domethënë
ka lëviz, prep se prep, edhe pse jena në kohë pandemijet, ato kanë rrit ato distancat, mënyrat, protokollin sigurisë për sa i përket Covid, dhe po. A mendoni se është më së shumti fillimisht një problem psikologjik, emocional, një problem edhe familjar, ndoshta ai hapi hedhur për të shkuar për të bërë mamografin? Pse të shkoj? Jam mirë. Ndërkohë që ka raste që një njeri i tillë që është ndjerë mirë ka rezultuar që ka një problem dhe mund të jetë kapur në kohë. Po pra, kjo është problemi i kësaj smundje, sepse të keqen njeriu nuk e mendon asnjëherë te vetja. Jo për këtë smundje, për çdo lloj smundje. Unë jam mirë, nuk kam më ndonjë gjë. Është ai besimin që kena në vetveti që e keqja nuk mund të mbinë mua. Edhe kjo është ajo që e bën. Plus që mund të jenë disa fakti që është ekzaminimi i gjirit, është ajo turpi, nuk e di si ta quaj, që mund të kenë gratë për të shkuar me ba mamografin, mos një në siklet, doktori, njëna tjetër, por që këto janë gjëra që duhet nuk duhet të kenë, nuk duhet as muhabeti që duhet të bëhen, për arsye se ai që bën mamografin është njësoj si një doktor i zemrës. Do të thonë I çdo organi. Po, i çdo organi të trupit. Nuk të shef në asnjë mënyrë, ai shef pacienten, ai të shef si paciente, ai lufton për ty si paciente, ti je veç paciente. Edhe ai lufta e tij mamazhëve që të mbrojnë ty si paciente. Edhe nuk duhet të ekzistojnë këto lloj. Nga cila moshë mund të fillojë një ekzaminim i tillë? Dhe ka disa faktorë të riskut për sa i përket kancerit të gjirit. Faktori kryesor është i parë është gjinia, domethënë 90% e rasteve janë femna që prek kjo smundje, por është edhe një numër shumë i vogël që janë edhe meshkujt. Sepse shpesh meshkujt thonë jo, intereson me ditë, sepse ka pas rast që ka pas edhe meshkuj që ka prek kancer i gjirit. Tjetër është histori familjare. Në qoftë se në familjen tënde, në rangun tënd familjar, dikush ka kanë me kancer, nana, motra, tezja, kjo të bën ty të riskume që në të ardhmen të kesh kancer. Tjetër, histori personale. Në qoftë se një gru ka pas një problem në njërin nga gjinjt, kjo do të thotë që ajo duhet të jenë gjithmonë alert, sepse mund të shfaqet në gjirin tjetër. Pra, këto janë disa nga faktorët e riskut që prek kjo smundje. Dhe për këto faktor riskut edhe për këtë smundje janë disa forma parandalimit. E para është vetë kontrolli i gjirit, pra gra duhet të di në momentin që bajnë dush, duhet të prekun gjithë, në qoftë se vjen re diçka jo normale, atë duhet ta njohim, si fillim duhet ta njohim trupin ton, duhet të njohim gjinjt ton, në momentin që shef diçka që nuk ka kanë e pranishme më përpara, ajo më njëherë duhet të jetë një sinjal i fortë që të shkojmë të bëjmë ekugjirit për moshat e reja 30 deri në 45 vjeç, është e mira të bëhet vetë kontrolli i gjirit edhe ekugjirit. Për moshat mbi 50 vjeç, ku edhe frika më e madhe, pra është edhe mundësia më e madhe që të shfaqet kanceri, atëherë duhet të bëjnë mamografin çdo 2 vjet. Pra është një kontroll periodik? Po. Në fakt, thirrja bëhet sepse nëse kapet në kohë, ky problem mund të evitohet. Absolutisht po. Absolutisht po. Shumica e vdekjeve, biles kjo është drama më e madhe. Drama më e madhe përveç faktit që kanë vdek shumë gra, drama tjetër më e madhe është se shumica nga këta jetë do shpëtohej, nëse kjo smundje do të kapej në kohë. Pra kjo është dramë veti. Në Shkodër e ka lënë vedin masdore. Kjo shprehje ndoshta i shkon shumë i përshtatet pikërisht këtyre rasteve që nuk e përfillin problemin në hershmërinë. Po, në hershmëri dhe kapet në stadiet 3, 4 që mësënej edhe munden, por është luftë shumë e ashpër, shumë e ftoftë për ta fitu këtë betejë. Në komunitetin e grave në Shkodër ka raste të tilla suksesi që
bën një jetë aktive, e kanë hedhur tashmë pas krahëve ato të keqe dhe e kujtojnë si diçka që si një ëndër e keqe që është kaluar, dhe pikërisht këto gra janë të parat që luftojnë për t'ia shpërndarë të tjera mesazhe. Edhe pikërisht këto janë artistë në veti. Këto lloj artistësh do të kisha dashur të ishin pjesë e këtij eventi. Këto gra që e kanë luftuar edhe janë përballë, kanë luftuar dham për dham, thona me vdekjen, duhet që të jenë pjesë e këtij aktiviteti, të vinë të japin mesazhin e tyre se si ishte të kthehesh nga një betejë kaq e fuqishme. Edhe për ajo është ajo që thash, ato janë heroina, janë një dimension tjetër, janë të shndërruar në diçka të jashtëzakonshme. Unë kisha dashur unë njoh disa nga këto gra të cilat janë shumë aktive, të cilat tashmë jetojnë jetën tjetër të tyre me intensitetin dhe me bukurinë e saj. Në fakt, duke u referuar edhe viteve të shkuara në sensibilizimin ndaj kësaj thirrje, unë kam vërej që edhe gratë nga fshati janë tepër të ndjeshme rreth këtij problemi. Po. Kjo tregon që primen puna edhe jonë si kujdestar të shtetit, pse kena një emër shumë të veçantë, kujdestar shtetit, domethënë kujdesna për shtetin e komunitetit. Kjo tregon që puna është bë mirë, do të ka por nuk do të rreshtin asnjëherë, as diskutohet, por fakti që rritet numri i grave që bajnë mamografin, kjo tregon që është tregues që primen zona jonë një gjohet. Në fakt, si vjet me sa di, mamografia nuk do bëhet në spitalin e qytetit për shkak të kushteve pandemike, por të gjithë do drejtohen në poliklinikën e qytetit. Jo, nuk është e vërtet. Ashtu? Po, mamografia është në spital edhe në poliklinik. Funksionon e dyja me oraret e caktuara. Pra, ka një ritëm pune i cili le të shpresojmë që të intensifikohet akoma më shumë. Mjafton të shkojmë me masat, të ndjekum masat e sigurisë, me mask, me dorca dhe oraret e përshtatshme që mos të ketë grumullime, jeta vazhdon. Është një thirrje e bukur për jetën, është një përgjegjësi për jetën, për familjen, për njerëzit që ke përreth, për veten në radhë të parë dhe për hapat që hedh një grua. Ndaj tetori roz ka pikërisht këtë mbeshje, kujdesin ndaj gruas. Mendohet që shoqëria natyrisht ka evoluar në konceptimin e vlerësimit të gruas, të kësaj qenie të fuqishme në shoqërinë, për kundrejt këtyre nismave, thirrjeve, të cilët kanë këtë qëllim të fuqishëm njerëzor. Josefin për çdo ditë punoni në ritëm hapash zemre, do thoja, sepse të punosh me të tillë target grupe, të punosh me të tilla thirrje, ke një ndjeshmëri. Në rrethin tuaj familjar e ke përfshirë patjetër thirrje dhe njerëzit e tu më të afërt. Po, diskutohet. Jeni ju shembulli i parë. Po. Ndërkohë një thirrje për të gjithë ata që na ndjekin. Kurajoja nuk është gjithmonë ai zani që ulëret. Ndonjëherë kurajoja është zani i mbrëmshëm, që kena mbrana vetit që na thotë, do t'ja dalësh, provaja prep nesër se keme ja dalë. Ndërkohë që flasim, ndoshta dikun në përbot, një gru, për fatkeq e humbi këtë betejë. Por unë du mu fokusu tek dikun tjetër, tek një gru, që ndoshta dikun në përbot e fitoj këtë betejë, sepse e kapin kokët smundja. Dhe me thanë, zonja të dashna, ju lutem, bani mamografin, ta kapim kohë dhe t'jena një hap para kësaj smundje, kaq të pabesë. Të falenderoj. Ju falenderoj unë ju. Të falenderoj për këtë zë shpirti. Të thënë në këtë mëngjes Shkodran, në programin që shpresoj të përhapet, dhe kudo që të jenë gratë që në ndjekin, por edhe familjarët që ndjekin këtë thirrje, të kenë këtë ndërgjegje për ta vlerësuar jetën në të gjitha detajet e saj.
Ju uroj që nisma arti vesh mantelin roz, por të gjitha nismat për jetën dhe projetës të shkojnë natyrisht në destinacion për ta mbrojtur jetën me fuqinë që meriton. Të falenderoj edhe një herë Josefin dhe punë të mbarë të gjithë operatorit tuaj të kujdesit dhe shërbimeve shëndetësore. Falenderit.